أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين Allahun e madhreshëm e falenderojmë kurse paqja qoftë mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Pra vazhdojmë me komentimin e ajeteve kuranore nga surja Nisa, gjithsesi pra me ajetin 95 me radhë. Pra shpjegum radhë kalu me ajetet pra 87 deri 94, kemi kalu në ajetin 95 të surës e Nisa, dhe sot pra do të trajtojmë nga 95 në ajetin 105. Këto ajete pra do të jenë në optikën apo në syrën e studimit tonë të sotëm. Na vizitoni pra edhe një herë në sajtin tonë www.arboberisha.net, si dhe në Imam Arboberisha Facebook fanpage, si dhe në Google Plus Imam Arboberisha, si dhe në Twitter Imam Arboberisha, Google Plus, Instagram dhe në zinivizislam.com, si dhe në YouTube Multi-Muslims Channel Arboberisha, Imam Arboberisha në kanalin YouTube dhe kudo pra në rrugën e shkrimeve, edukimit, arsimit, moralit, drejtësisë dhe në gjëra të bukura që janë të mira për brezin e ri, por edhe për brezin e vjetër dhe gjithë brezat, dhe janë të mira për ne sepse janë vetëm me burim nga fjala e Zotit, që ka krijuar çdo gjë që e shohim dhe nuk e shohim. Pra ajeti kuranor i 95 fillon kështu: Bismillahirrahmanirrahim. La yastawil qa'iduna min al-mu'minina ghayru uli dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Fadalla Allahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala al-qa'idina daraja. وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما. Nuk janë të barabartë prej besimtarëve ata që ndetën nuk luftuan dhe ata që me pasurinë dhe me jetën e tyre luftuan rrugën e Zotit, me përjashtim të atyre që ishin të penguar pa vullnetin e vet. Ata që luftuan me pasurinë dhe me jetën e tyre, Allahu i gradoi në një shkallë më lartë mbi ata që ndetën me arsye. Por të gjithë Allahu premtoi shpërblim, ndërsa mbi ata që ndetën pa arsye Allahu gradoi luftëtar me një shpërblim të madh. Pra, besimi imani i besimtarit që lufton me përhap të mirën në për tokë, me largu të keqen, nuk janë të njëjtë ata të cilët pra shpenzun nga pasuritë e tyre me shtyp një libër, me shkru një artikull në shkrim, që thirr në edukim, në arsim, me majt lapsit pra. Por nuk janë të njëjtë edhe ata të cilët pra dolën në fushë betejë pra në kohën e Muhamedit alayhis salam me e largue i dhujtarin, pra me i hiq statujat, me rrezu statujat e adhurimet e kota, edhe me zhduk të pavërtetën e me sjell të vërtetën. Pra me mbizotru e vërteta, me jetu njerëzit me të vërtetën, je me iluzione. Dhe synimi i çdo vendi, çdo njeriu është me jetu me të vërtetën, me ndjetë dhe me largu të pavërtetën. Pra me jetu me realitetin edhe me shijue ëmbëlsinë e drejtësisë, sepse Allahu xhaleshanuhu na mëson se drejtësia është pra ajo të cilën muslimani duhet ta ketë parim bazik dhe të hecë mbi të dhe të pluskojnë të dhe të shijojë atë dhe të punojë me të. Dhe pra nuk janë të barabartë. Allahu pra i ka graduar shkallë të lartë ata njerëz që luftojnë për me shfaq edhe me mbizotru e vërteta në tokë. E vërteta është Islami pra, pse se Islami thirr në respektim ndaj prindve, në respektim ndaj shtetit, në respektim ndaj njerëzve, në respektim ndaj krijesave, gjallësave, ujit, edhe ujin që është me respektu, mos me derdh vend pa vend, dhe mos me harxhu vend pa vend. Ky Islam është sistem i gjerë, nuk kuptohet vetëm me 2-3 fjalë. Është i gjerë, por i kuptueshëm, i qartë.
me ajete, me këshilla, me argumente, me fakte. E ka dërguar Allahu xhaleshanuhu me dërgum, me mësues në tokë të Allahit, i ka dërguar ata. Po ashtu pas tyre ka lënë dietar, ka lënë njerëz të cilët ta përçojnë këtë vërtetë në tokë. Pastaj vazhdon ajeti 96 me radhë dhe thot: Darajatin minhu wa magfiratan wa rahmatan wa kana Allahu ghafurur rahim. Pra për ta do të ketë vende të larta me falje gabimesh, e mëshirë nga ai. Allahu është që fal shumë dhe mëshiron. Pra ata njerëz të cilët synojnë këtë mirë në tokë, do të kenë lartësi të mëdha, do të kenë falje për ta gabimesh, do të kenë mëshirë për ta. Allahu është mëshiruesi. Innal ladhina vazhdon pra ajeti 97, innal ladhina tuwaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasiyatan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Angjët që u morën shpirtin e atyre që ishin mizor të vetvetes ju thanë: në çka ishit ju? Ata thanë: ne ishim të paaft në atë tokë. Me lajket ju thanë: a nuk ishte gjërë toka Allahut të migronin të? E të praktikoni lirisht fen besimin në Zotin. Vendi tyre është xhehenemi, dhe sa vendi keq është ai. Pra ata u arsyetun dhe thanë: jo, ishin të paaft dhe smujtëm me lviz. S'na lan me thonë të vërtetën, s'na lan me përhap mirësin. Atëherë Allahu drejtohet atyre dhe ka thëtë: a nuk ishte e gjanë toka e Zotit me ikpi, me bën hijret, me shku një shtet tjetër, ku të lanë me thonë të vërtetën, nësa i shtet ty ta mohon drejtën fjalës, me thonë pra të lirë fjallën, me u shprej besimi, liria besimit pra. Nëse një shtet ta mohon drejtën e besimit, drejtën e liris të shprehur, atëherë ti duhet t'i kesh nga i shtet dhe të shkosh në një shtet më qytetar, më evropian ta quajmë asaj, që të lejon pra me shpreh mendimin tënd të lirë, besimin tënd me praktikue, namazin e gjitha këto. Illa al-mustad'afina min ar-rijali wan-nisa'i wal-wildani la yastati'una hillatan wala yahtaduna as-sabila. Përveç atyre që ishin pa aftë nga burrat, gratë e fëmijët që nuk kishin mundësi të gjenin as mënyrë dhe rrugë për shpërngulje. Pra, në këtë rast po tregon, vetëm nëse kanë qenë të pa aftë, pra nga ata burra, gratë e fëmijët që nuk kishin mundësi të gjenin as mënyrë as rrugë për shpërngulje. Pra, janë kon gra e fëmijë e burra që ndoshta kanë pas përgjegjësi të mëdha dhe s'kan mujt me levriz kërka. Pra, atëherë në këtë rast është përjashtuese për ta dhe Allahu do t'i falë ata insha Allah me sabrin dhe durimin e tyre. Pra, fa ulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu afuan ghafura. Pra, atyre do t'ju falë Allahu. Allahu është që shlyen e falë shumë gabime. Pra është Allahu Ghafur, për emrave të tij që i fal gabimet. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مرغما كثيرا وساعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفور رحيما. Kush shpërngulet për hir të Islamit, Allahut, ai gjen mundësi të mëdha dhe begati në tokë. E kush del prej shtëpisë si migrues te Allahu dhe te i dërguari i tij, dhe zën vdekja në rrugë, te Allahu është shpërblimi i tij. Allahu është mëshirues mbulon të metat. Pra, kush bën një hijret për hir të madhërisë të Allahut xhaleshanu, Allahu do t'i çojë shumë begati. Allahu do t'i çojë shumë furnizim, sa është gani, është furnizues, është rezak, pra. Është gani, është i pasur, ka mundësi. Ne nuk kemi asgjë mundësi. Të gjitha krijesat nuk kanë mundësi asgjë. Allahu është krijuesi dhe i furnizon ato. Dhe pra, kush e bën këtë sakrificë të madh dhe hijret,
innamal a'malu binniyya wa innama likulli imri'in ma nawa. Pra, kush bën pra hijret, shpërngulje me një të pastër, thon pejgamberi alayhis salam, për hir të Allahut, Allahu xhaleshanu do t'ja jap njëtën për cilën e ka bën hijret. Ka bën hijret për hir të Allahut, Allahu do t'i jap shumë. Ka bën hijret vetëm për të martuar me një grua, pra ato do t'ja jap Allahu, do t'ja mundsoj edhe ato. Pra, dhe kjo është urtësi dhe mirësi e Zotit. Pastaj vazhdon ajeti 101 dhe thot: "Wa idha darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinannakum alladhina kafaru innal kafirina kana lakum aduwan mubina." Kur t'jeni në udhtim me sipër, nuk është mëkat për ju të shkurtoni namazin nëse friksoheni se jo besimtarët do t'ju sjellin ndonjë të keqe. Jo besimtarët janë armiq tuaj të hapë. Pra jo besimtari është armik i hapë i besimtarit, nuk do me pa mirë atë, Zotin e ruaj, se shejtani nuk e lën dhe me shti. Pra ato të mirin me rrezu, mos me lan e mu duk çdo sa keq, Zotin e ruaj. Pra për udhëtarin ne e dim sipas dispozitave të Kuranit dhe të Sunetit që lejohet shkurtimi i namazit. Për shembull, ki me udhëtu një shtet të largët, edhe të bjen namazi drekës dhe i këndis në rrugë, as ki mundësi mu nalë kunudhës me falë, atëherë bën me bashkue drekën dhe i këndin bashk, i falë ka 2 rekate, 2 rekate drek, 2 rekate pra i këndi, i bashkon bashk dhe i lirë dhe në akshëm, dhe të mrisht në shtetin që kemi shku tjetër. Edhe pra atëre fal akshamin edhe aci. Nëse kime udhëtu aksham i aci, atëre bashkon pra aksham i aci bashk i fal, që ti është i lirë në udhëtimin tënë, sepse ne dim se udhëtimi ka të papritur, dhe njëri ndoshta nuk mundet me fal namazit. Zoti na ruaj, ndoshta pson aksident dhe jetë ka fal namazin. Prandaj ti ketë ato falë, atë namaz të falur, edhe ti jetë pra i sigurt në udhëtim, por edhe mos të alon namazin. Allahu ka lënë lehtësime edhe përmes islamit bukur, ka dashur mi u lehtësu njerëzve rrugën, edhe mos mi u vështirësu rrugën. Pastaj ajeti 102 vazhdon i madhërisht me Allah duke na treguar dhe sqaruar në dispozitat kuranore: "Wa idha kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatun minhum ma'aka walyakhudhu aslihatahum fa idha sajadu falyakunu min wara'ikum walta'ti ta'ifatun ukhra لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعاتكم فليميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تدعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا محينا." Kur ti jeshti Muhammed bashkë me ta dhe ju falni namazin, dhe ju fal namazin pra me ta kur je, një grup prej tyre duke i bartur armët të vijë të falet me ty, grupi tjetër në roje. Kur të binë sejdë të kryen një rekat, këta le të qëndrojnë brapa jush në roje. E le të vi grupi tjetër që nuk është falur e të falet me ty dhe le të i bartin armët, dhe të jenë në gjendje gatishmëri. Ata që nuk besojnë e dëshirojnë mos kujdesin tuaj ndaj armëve e mjeteve që t'i vërsulën një herë me të gjitha fuqitë. Nëse jeni të lodhur nga ndonjë shi ose jeni të sëmur, nuk është në mëkat të mos i bartni armët, por mbani gatishmërinë tuaj, Allahu ka përgatitur dënim nënshpues për jo besimtarët. Pra, në atë kohë kur është bërë lufta mes muslimanëve dhe pa besimtarëve, idhujtarëve, një grup pra kanë qenë roje, kanë rujt muslimanët derisa kanë kryer namazin, pra quhet namazi i luftës,
dhe një grup tjetër kanë rujt. Kur janë fal ta janë kthy këta, ja kanë zëvendësu vend pozitat dhe janë kanë fal namazin kështu, pra nuk kanë lënë namazin as ku lufte, subhanallahu. Edhe kaq shumë pra janë kanë të lidhur ta njerëz me Zotin e tyne, sa edhe në kohë lufte nuk e kanë lënë namazin. A shpesh herë Zoti mos na sprovoft neve me na ndodh në luftë në gjë, na harrojmë ku është edhe Zoti, astaghfirullah wa tubu ilayk. Pra nga frika. Prandaj përkundrazi muslimani besimtar i mirë kujton Zotin ku lufte, e kujton Zotin ku paqe. Gjithmonë pra ai është i lidhur me Zotin, se e din se një ditë do të kthehet tek Zoti, e din se vdekja ka për na zonë gjithë, në mos shtrat ka me na zonë deta në ujën, në aeroplana, ku me ditë se ku. Por, inshallah vetëm me besim, me dinë iman, e me punë të mira, e me fjalë të mira, e me vepra të mira, e me praktikë të mirë në Islam, e në dashuri, e në paqe. Pra, ky quhet edhe një lloj ndryshe edhe si namazi i frikës, pra namazi i gatishmërisë, namazi i përgatitjes besimtarëve. Për këtë rrugë, pra që janë nisë në rrugën e vërtetë Siratal Mustaqim. Pastaj vazhdon ajeti 103 me radhë dhe thot: Fa idha qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa idha طمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Kur të kryeni namazin e frikës, përmendni Allahun, kur jeni në këmbë ulur mbështetur, e kur qetësoheni nga lufta, atëherë falni namazin në mënyrë të rregullt, pse namazi është obligim për kohë i caktuar për besimtar. Pra inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Pra për besimtarin është obligim namazin ku të caktuar. Por pra duhet me ditë se nëse ti ndonjë namaz prap duhet ta falësh atë qoftë edhe kaza. Dhe por më e mira është në vaktin e vet, në kohën e përcaktuar. Pra me ndodhen kohë luftras, namaz të frikë, pra nuk e kanë lënë namazin, e kanë falë në kohë të caktuar. Por me strategji, pra kanë rujt që na fal nga armiku, se mos i godet, se armiku ka shfrytzuar rastin kur janë këta në kohë namazin, tap ti kapim edhe ti vrasin. Subhanallahu, pra kjo është me të vërtetë për të ardhur keq. Sa luftë pa drejt ka qenë atëherë. Pastaj vazhdon pra ajeti 104 me radhë thot: "Wala tahinnu fi ibtiga'il qawm in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarjuna min Allah ma la yarjuna wa kana Allahu aliman hakima." Mos u tregoni të dobët në ndjekjen e armikut, pse nëse ndjeni dhembje edhe ata ndjejnë dhembje, sikurse ju. E ju shpresoni nga Allahu çka ata nuk shpresojnë. Allahu është i dijshëm, ligjëdhënës i madh. Pra edhe ata ndjejnë dhimbje, edhe ata lodhen se janë njerëz, sikurse ju që lodheni edhe ata lodhen. Mirë po ndihma Allahut është me ju. Duni me ditë pra se ndim Allahu është me robën e drejtë që synon të vërtetën, drejtësinë dhe vetëm se të vërtetën. Moralin, edukimin, arsimin, jo imoralitetin, jo padrejtësinë, jo korrupsionin, jo të këqijat, pra synon të mirën dhe vetëm se të mirën. Pastaj vazhdon ajeti 105 me radhë kuranor: Inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi litahkuma bayna an-nasi bima araka Allah wa la takun li kha'inina qasima. Ne të zbritëm ty Muhammed librin Kur'anin me plot vërteta, që të gjykosh mes njerëzve me atë që të mësoi Allahu. Mos u ngatëro për tradhëtarët, mos u dil në ndihmë pra tradhëtarëve, se Allah pra nuk i don tradhëtarët. Zoti na ruajt pra, me të vërtetë kjo është për të ardhur keq për këtë kategori të njerëzve, të cilët punojnë me pabesi, synojnë me arrit me pabesi dhe me dredhi, por dredhia ka këmbë të shkurta dhe muslimani i drejt dhe i vërtet do të fitojë gjithmonë. Allahu na mbrojt neve, pra na ruajt neve nga çdo e keqe, na falt neve njerëzit ta. Pra këta njerëz kanë vende të larta, darajatin minhu, pra wa maghfiratan wa rahma. Pra këta njerëz janë rahmet të Allahut, janë grada të larta, pse kanë bërë sakrificë, janë mundu për hir të Allahut. Se si thot dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam në një hadith, kush lufton që fjala e Zotit jetë më e larta,
është në rrugën e Zotit të Madhruar. Këta kanë luftu me kanë fjala e Zotit më e larta, kanë luftu me laps, kanë luftu me letër, me gojë, me shkrim, me punë, me vepra të mira. Por kur shteti apo vendi i ka thirrë me luftu për çat vend, për çat tokën e vet, pra kanë ndihmuar atë vend vetin, edhe kanë shikuar interesat vendore, pra shtetënore, edhe kanë punuar me islam, edhe ne duhet ta dom vatanin ton, siç e ka dashur Hoxha Kadri Prishtina, Allah i Drezilani, siç e ka dashur për shembull Shqipëri Hafiz Sabri Koçi, Hafiz Ali Korça, Ibrahim Dalliu, e shumë xhallar ndryshëm që kanë dashur Shqipërinë dhe kanë mbjell vlerat e islamit në Shqipëri, edhe në Kosovë, në trevat kudo ku jetojnë shqiptar, kanë promovuar islamin dhe traditën shqiptare. Pra dhe kanë hecë me të vërtetën dhe u kanë thënë njerëzve fjalë të mira për me u zhvillu me hecë drejt arsimit, shkencës, zbulimit, se kështu Allahu do të jetë i kënaqur me ne si musliman që e zhvillojmë vendin, e zhvillojmë kombin, e zhvillojmë vatanin dhe mundohemi çdo shtëpi me pas ka një bibliotekë, siç unë e kam trajtuar në librin tim Urtësia e Pendës, ku flas që çdo shtëpi ta ketë nga një librari, nga një bibliotekë. Pra edhe një herë ju falenderoj për vëmendjen. Pra komentuam ajetin 95 deri në ajetin 105 prej ajeteve të Kuranit në surën An-Nisa jemi ende, pra, dhe do të vazhdojmë pra me komentimin e ajeteve kuranore 106 deri në 121 në radhën tjetër që të vjen, duke falendëruar Allahun xhaleshanuhu që na ka mundsuar përmes teknologjisë YouTube Multimuslim Channel që ta dëgjojnë edhe të tjerët dhe të përfitojmë edhe na me leximin dhe komentimin e Kuranit famlar dhe me meditim, me praktikim të fjalës së Zotit. Edhe një herë pra na vizitoni në www.arborisha.net si dhe në Multimuslim Channel në YouTube. Selamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.